është filmi më i frikshëm që është xhiruar ndonjëherë. Ky film edhe ka myt njerëz. Ky është një film spanjoll dhe është xhiruar në vitin 2017 dhe quhet Veronica. Thonë se cili njeri e ka këshu këtë film, ai njeri tani u paraqit në mënyrë shumë tjetër. Ky film është aq i frikshëm sa që njerëz nuk kanë mujt me këshur deri në fund. Ata e kanë shikuar deri në gjysmën e filmit edhe e kanë ndal televizorin. Mirë po se cili njeri që e ka po këtë film, tani kur e kanë pyetur a mund të na shpjegosh se si duket ky filmi, askush nuk ka dosh me tregu. Ata nuk kanë mujt me folë se diçka në trupin e tyre nuk i lejojke. Ky film ndikon më së shumti tek ata persona që e kanë zemrën e dobët. Nëse një person me zemër të dobët e shikon këtë filmin, ai mund me pasu trauma ose edhe të vdes. Nëse ti je një person kokfort dhe dëshiron patjetër që ta shikosh këtë filmin, ti mund ta shikosh këtë filmin, mirë po është përgjegjësia jote.